qëtë analizat e tyre duke na rrëfyer se kjo është komunikologjia dhe askush tjetër nuk ka komunikuar më bukur se sa bëhet tash, dhe qoftë me atë jo verbal, qoftë ajo pjesa verbale, qoftë ajo e shkruara, dhe u desht me analiza duke komunikuar edhe komunikologjin moderne, po edhe psikologjinë dhe edhe librat më të vjetër që janë shkruar për jetën e profetit Muhammed a.s. të analizohen të gjitha dhe në fund të vim në këtë të ku 4 vite punë dhe në fund që u pa kjo që doli, fatmirësisht e kanë lexuar një numër i madh i profesorëve para se të botohet, pra profesor profesional të jetëshkrimit të profetit dhe e kanë vlerësuar shumë dhe besoj që jemi munduar të bëjmë diçka që është pak të një gjurmë nga dashuria që kemi për profetin Muhammed. Dhe e përmendët, zotri Batiari, bëhet fjalë për një periudhë prej 4 vjetësh, apo? Pra, 4 vjetë keni bërë për me... 4 vjetë punë për këtë libër. Dhe cilat kanë qenë burimet që keni shfrytzuar? Padyshim burimet kryesore kanë qenë jetëshkrimi i profetit Muhammed a.s. nga dietarët e parë që kanë shkruar për këtë, domethënë Ibn Ishaku dhe Ibn Hishami, kanë qenë 2 librat e parë që kanë shkruar për profetin Muhammed a.s. Pastaj edhe shumë libra tjerë që kanë të bëjnë me jetëshkrimin e të dërguarit të Zotit në sfera të ndryshme, kuptohet duke pas parasysh edhe librat e komunikologjisë moderne, psikologjisë që kanë të bëjnë direkt me komunikologjin, dhe kretë kjo, domethënë ka prur këtë. Pra burimi kryesor kanë qenë jetëshkrimi i profetit nga autorë të mëdhej, hadithat e profetit që kanë rrëfyer jetën e tij, komunikimin e tij, mënyrën se si fliste, si mendonte, si rrinte, si ushqeheshte dhe shumë sende tjera, pra të gjitha janë libër dhe duke i konsultuar të gjitha koleksionet e hadithit, padyshim. Dhe po flasim për këtë libër, po çfarë keni përshkruar ashtu? Konkretisht, so është, apo çka flitet vlas në këtë libër? Zotri Batiari. Libri në vetvete ngërthen komunikimin e profetit Muhammed a.s. qoftë nga jo pjesa jo verbale dhe e shkruar, pra komunikimi me fëmijë, me armiqtë e tij, me femër, me gruan, me shokët e tij, komunikimin e ligjëratat e tij me publikun, lëvizjet e trupit, shikimet me sy, mënyrën e vizatimit që e bënte, letrën, këmbimin e profetit Muhammed a.s. dhe të gjitha këta janë në libër. Dhe tash dua të pyes kështu pak, si ishte mënyra që profeti, apo si ishin në mënyrat realisht që profeti ishte shembull i komunikimit? Për të dëshmuar dhe për të demonstruar në këtë punim se profeti Allahut ishte shembulli më i spikatur i komunikologjisë, padyshim profeti Allahut kur fliste, zërin e tij e dëgjonte veshi, por në të njëjtën kohë qetësoheshte zemra dhe shëroheshte shpirti. Nga si i dërguari Allahut kur dialogonte me njerëzit, qëllimi i tij nuk ishte ta fiton dialogun. Nuk i bënte përshtypje ajo se të dalun me më shumë argumente kundër te për një pikë, për një çështje. Qëllimi i tij ishte që ai t'u fitojë zemrat njerëzve. Dhe i dërguari Allahut kur fliste me njerëzit i shikonte në sy, nuk largoheshte gjersa ai ta përfundonte bisedën, edhe nëse ai e kritikonte dhe e shante. Asnjëherë nuk ja kthente përderisa ai nuk ka përfunduar dhe në fund të pyeste a ke përfunduar? A kam drejtë në tani të flas? Biles më së bukur e përshkrua një nga shokët e tij, i cili thoshte kur fliste i dërguari Allahut me mua, mendoja se askush në botë tani s'po intereson atij vetëm unë. Pra e bënte njeriu të ndihet i atill që të mendoj se vetëm unë tani jam i rëndësishëm për te. Këtë e bënte edhe me fëmijët, pra ndaleshte edhe diskutonte me fëmijët, ua kuptonte botën, zbriste në nivelin e tyre dhe komunikonte me ta, qoftin meshkuj ose femra. Komunikonte me armiqët, komunikonte me shokët e tij, me gruan e tij, për hallet, për dertët e familjes, dilte jashtë shtëpisë, fliste për hallet dhe dertët të cilët ballafaqoheshte shteti, fliste me ndonjë njeri që kishte probleme familjare, i përgjigjeshte ndokujt që kishte ndonjë pyetje për ndonjë shqetësim dhe krejt këta i bënte duke munduar që të qetësojë zemrat të të gjithëve dhe të jap një shërim shpirtëror. Për arsye se i dërguari Allahut mbi të gjitha
fliste dhe dëgjonte me sy dhe vizatonte me fjalë. Pikturonte me fjalë. Dhe dua t'ju pyes, a ka ndonjë moment apo shembull nga jeta e tij gjatë këtij studimi pra që keni botuar në libër, që të doni ta ndanit me publikun? Momentet të cilat janë të spikatura në jetën e profetit, pra në aspektin e komunikologjisë, janë të shumta. Por që ajo që mua më lën më ka bërë më shumti që ta mendoj, ishte në një moment kur një beduin, pra një njeri nga shkretire, nga thellësia e shkretirës, një nomad, erdhi dhe e kapi për qafe, për këmishe, derisa ja bëni vi me këmishë dhe tha, më jep mua diçka shka ke ti, pra nga jo që t'ka dhënë ti Zoti. Ki pas që dëgjoj, nuk ja kthej me monedhën e njëjtë, por me butësinë më të madhe i tha, jepni tani, tha, çfarë dëshiron ki. Nuk u friksu. Por ishte ajo qetësia e cila e ndalte. Pastaj komunikimi më i madh është kur zbret nga shpella Hira, pasi vjen shpallja, pasi ai bëhet profet, pasi fillon zbritja e Kuranit. Dhe ai komunikon, pra e bën atë lidhjen e komunikimit të qiellit me tokën. Pra është Kurani ai i cili e bën atë lidhjen qiell-tokë. Dhe zbret në tokë dhe është shumë e çuditshme se kujt do i drejtohet. Ai kishte trishtim, kishte parë diçka, i kishte ndodhur diçka e papritur. Ai përsëri shkon te gruaja e vet, kjo na jep një shembull që jo larg familjes. Shkon konsultohet me atë e cila çdo gjë ka lënë për ty, çdo gjë ka sakrifikuar për ty, çdo gjë e ka lënë anash për ty, edhe ata të cilët i ka dash më shumë ti i ka lënë për ty. E i profeti Allahut këtë e kuptonte shumë mirë dhe kur ishte çështja shumë e madhe dhe shumë e rëndësishme, ul para Hatixhës, para gruas vet dhe i tregoi se çfarë ka ndodhur. Por kjo rrëfenje diçka shumë të madhe se sa e madhe ishte ajo grua për mi dëgju këto lajme. Dhe as pak nuk u shqetësua, kjo t'jep për muhabit, sikur ajo gruaja e priste një lajm të tillë. Nga një njeri i cili kishte shumë shenjë që e drejtonin deri atje, dhe kur ja rrëfej këto tha, ty keq nuk mund të më të ndodh. Pra ishte ajo gruaja e cila qetësonte burrin e vet. Padyshim se çdo një mashkull i cili ka lidhje me publikun, komunikon, shkon punë, ka punë tjera, kur vjen te shtëpia është bashkëshorta ajo e cila e qetëson gjakun. Pra ajo e qetësoi tha, ty ke smundje të më ndodh. Pse? Përmendi disa cilësi të cilat i kishte ai, e një njeri i cili ka këta cilësi nuk ka mundësi keq më ndodh. Cilat kanë cilësitë? Tha, ti i ruan lidhjet farefisnore. Ti e ndihmon jetimin, skamnorin. Ti e ndihmon udhëtarin. Ti e ndihmon njeriu të cilën e kanë lënë të gjithë në rrugë. Pra ti je i dobishëm për shoqërinë. Përderisa ti të gjitha këta i bën, nuk ka mundësi ti keq më të ndodh. Ajo që të ka ndodhur ty është vetëm mirë. Dhe pastaj vazhdoi komunikimi tjetër. Pra ky lloj komunikimi e bën që njeriu të ndalet të mendojë se sa është e rëndësishme bashkëshortja në familje dhe sa është e rëndësishme që mos të mirën vendimet vet. Për çdo çështje. Pra duhet konsultuar, duhet ulur dhe duke biseduar për shumë çështje, edhe ata të cilët ti mendon se janë shumë të rëndësishme, edhe ata të cilët ti mendon se kjo mund të më të kalu, pa e marrë vesh askush, thjesht e kam menduar vetë dhe ku vendos shumë jo. Këtë okay, por arsye se në një familje për me qenë të lumtur, burri dhe gruaja nuk duhet me mendu njëjtë. Për me qenë të lumtur. Se nëse mendojnë njëjtë, s'mundet me qenë të lumtur asnjëherë. Zakonisht tu është dallimi, se shumë e perceptojnë që duhet me mendu njëjtë për me qenë të lumtur. E jo, është e kundërta. Se nëse mendojnë njëjtë, ai thotë, çka mi kallzu, thotë, kështu njëjtë ka me mendu sikur unë. Pse me diskutu çështjen kur edhe ajo mendon sikur unë, jemi të njëjtë. Jo, burri dhe gruaja duhet me mendu ndryshe. Kur mendojnë ndryshe, kjo sjell dialogun, kjo sjell komunikimin, pra duhet më ul me diskutu. Nëse na mendojmë njëjtë, nuk ulemi me diskutu. Nëse na mendojmë ndryshe, na ulemi dhe i diskutojmë çështjet për më ardhmë me një gjuhë të përbashkët, me një mendim të përbashkët dhe pastaj përmes tutje. Pra, mendimi ndryshe të bën të ulesh dhe të komunikosh. Kur ti komunikon, ban muhabet, si e thon ajo popullorja, po kjo rrjedh nga arabishtja, ban muhabet, ai muhabet do të thon dashuria. Ti kur flet, padyshim se e respekton dhe e don personin të cilin e ndal dhe e konsulton për një çështje shumë të rëndësishme.
Se nuk jam të e konsultu dikën tjetër, kam konsultu dikën të cilin e kam zgjedh për me konsultu. Dhe kjo është ai komunikimi që profeti Allahut familjen e vet e konsultonte dhe dialogonte dhe komunikonte me dashuri shoqërinë me shumë respekt. Me shumë respekt dhe me shumë respekt të thellë në shoqëri, por në familje komunikonte me dashuri. I donte dhe komunikonte me ata, ndaleshte dhe i ndëgjonte. E pranonte mendimin ndryshe edhe pse kishte profet. Kishte plotësisht të drejtë të thotë se më fal, ti e kundërshton mendimin e një profeti, po unë nuk po flas nga mendja. Por jo, ai kishte edukuar anëtarët e familjes, anëtarët e shoqërisë, njerëzit me të cilët e rinte, në atë mënyrë që ata të kenë liri të plot shprehjes. Edhe në qoftë se ata mendojnë komplet ndryshe nga ajo që mendon profeti, s'ka problem, shprehu. E dëgjonte me vëmendje. Edhe në qoftë se ishte mendimi i tij komplet në kundërshtim me mendimin e tij. Në qoftë se mendimi i tij kishte më shumë pozitivitet, e pranonte. Edhe në qoftë se ishte prej një fëmije, edhe në qoftë se ishte prej anëtarëve të familjes të cilët mund t'ju thoshë pse ti kemi treguar mua se çfarë më bë. Pra, në marrëveshjen e Hudejbijës, marrëveshja e parë në historinë njerëzore, e shkruar, një marrëveshje që po ulte gjakrat e luftës, vllavrasjes, një vrasje e cila kishte zgjatur hemen 20 vjet. Mendimi përfundimtar për ta nënshkruar marrëveshjen që të vazhdojmë, nga se në shikim të parë marrëveshja dukeshte se muslimanët janë në humbje. Kanë lishuar shumë pej. Du të ndalet njeriu ndonjëherë të mendojë se kë e konsultoi profeti Allahut për me nënshkruajt. Gruan e tij. I thash ti çfarë mendon? Ai tha nënshkruaje. Kjo është e mirë, se ka një pikë tha aty tek marrëveshja, tek negociata, të që është shumë e dobishme për neve. Tha, cila është ajo? Cila të ka bëu ti me reflektuar në këtë mënyrë? Tha 10 vjet paqë. A di çfarë do të thotë i dërguari i Zotit 10 vite mos të kemi përleshje, televizim lirshëm, nuk do të kemi vrasje. Përsëri gruaja ishte, jo sikur neve që mendojmë se duhet me mbyllë, ose duhet mos t'i japim drejtën për asgjë, ose mos ta konsultojmë, po jo, ai e konsultonte dhe e mori mendimin në një kohë shumë tragjike. Në një kohë që ishte shumë e ndihshme, në një periudhë që duhet të nënshkruhet diçka që një numër i madh i shokëve të tij ishin ngritur dhe po rebeloheshin. Se mosbesimtarët e Mekës po na detyrojnë me firmoz diçka që është shumë në kundërshtim me na. S'po na lojnë me vizitu Qabën, na kemi ardhur me bë vizitë Qabës, kemi ardhur me luftu. Dhe ata kërkojnë një marrëveshje, e cila na detyron me u kthina në Medinë, mos me hinë Mekë. Ose me bë këtë. Pastaj po na i asgjësojnë, po na detyrojnë me fshi emrin i dërguar i Zotit nga letra, nga marrëveshje. Se kështu tha Sehel ibn Adi, personi i cili kishte ardhur nga pala kurishite, pra mushrikët, me komuniku me profetin. Kur e lexoi emrin tha, pra nga Muhamedi i dërguari i Zotit. Tha, nëse unë e pranoj dërguari i Zotit, atëherë pse po dialogojmë? Pse diskutojmë, tha neve? Pse përlahemi? Pse zihemi? Është arsye që unë s'pe pranoj këtë? Ose neve që po vime ande, tha ne nuk e pranojmë këtë? Ose Bismillahirrahmanirrahim. Tha, këtë tha, po këto tha dush mi fshi, tha ne e pranojmë Allahun, por jo Rahmanirrahim, jo cilësit. Profeti i Zotit, nga se Aliu radiallahu anhu ishte ai që i shkruante. Tha fshinje, tha vallahi, tha se fshin. Para mendoj deri ku kishte mbri dialogu. Aty ishte një ngritje e nervave, një diskurs shumë i acarues. Ke parasysh se flisnin dy armiq që ishin ulë me negocu për diçka që do t'i qetësonte. Profeti Allahut tha, më tregon tha ku e ke shkruajtur, tha këtu se profeti Allahut nuk dinte të shkruaj dhe lexoj. Tha më tregon ku e ke shkruajtur. Tha kjo këtu. Ma e tha atë pendën ose atë mjetin me të cilën shkruan, tha këtu, e fshin u vet. Kënde rebeloheshin sahabët, po na detyrojnë me fshin i dërguari i Zotit. Por Allahu fuqiplot u zbriti një ajë, Zoti asnjëherë nuk e kishte përmendur. Pra, ke parasysh ajo diagonalja komunikim verbal
mes palës armike, mos besimtare me palën besimtare, me profetin e Zotit dhe shokët e tij, dhe të njëjtën kohë komunikimi i tokës me qiell. Komplet kjo ndodh për një kohë. Pra duhet të ndalë njeriu me reflektuar. Ai detyron fshinje emrin Resulullah, i dërguar i Zotit. Sahabët rebelohen, nuk e fshim. Aliu thot vallahi se fshin. Dhe profeti i Zotit thot trego mua ku e fshin. Për mi qetësu gjakrat Zotit, çfarë bën në këtë moment? Pra është komunikimi shtesë. Asnjëherë Zoti se kishte përmend profetin Muhammed me emër në Kur'an. Kishte përmendur me cilësi, me epitete, por jo me emër. Në atë ditë Zoti zbret një verset kuranor dhe si thot, Muhammedun Rasulullah. Muhamedi është i dërguar i Zotit. Tani ju mos u shqetësoni, kush e pranon, kush se pranon është problemi i tij. As pak mos u shqetësoni kur njerëzit mendojnë ndryshe. Mos u shqetësoni. Kur njerëzit ju shohin, mos u shqetësoni. Kur njerëzit ju kritikojnë, kur njerëzit e shohin profetin tuaj, mos u shqetësoni. Kur njerëzit e shohin profecinë, mos u shqetësoni. Nga se ai profet e kam pranuar unë, është pak e rëndësishme e pranon ti, ose nuk e pranon, ose ti ke probleme me vetvete, ose s'ke probleme, ose ti nuk je ndalë të reflektosh dhe ta dhesh dritën e asaj errësirës madhe që ta ka mbulu. Dhe dritën dhe shifi sendët. Për arsye se komunikimi i shëndosh është kur njeri gjendet në dhomë të errësuar dhe komunikimi i shëndosh është thjesht dhezja e dritës, dhe i shef gjërat dhe i maj qetë, dhe diku ulesh, diku rrin, diku gjendesh. Kjo është komunikimi i shëndosh, pra ajo ulja e gjakrave dhe qetësia dhe ndalja e atij diskursit, pra fundi i krejt këtij muhabeti vjen asnjëherë profeti i Zotit i mësonte shokët e tij dhe i thartë e tij gjë në ditën e fundit në këtë botë, i mësonte me atë që e keqja nuk kthehet me monedhën e njëjtë. Se fundit nëse ai ka bë keq, ai ka bë. Nëse ai është shah dhe ka fol fjalën dyta, shumë mirë, ai e ka bë. Tash ti a ke nevojë të bësh edhe ti sikur ai. Po ja kthej sikur më ka bëj mua, po jo, se ai ka treguar veten, tani ti tregoj veten tënde. Tregoj ti pozitivitetin tënd, tregoj sjelljen tënde, tregoj kulturën tënde, tregoj se diskursi yt dallon prej diskursit të tij. Mënyra e fjalorit tënd dallon komplet prej mënyrës fjalorit të tij. Nga se ti je besimtar, nga se ti je i njerëzishëm, nga se ti ke familje, nga se ti ke qëllime për jetën, nga se ti din se kjo botë është një fushë e cila kërkon prej teje të mbjellët, të punohet, të mbjellët, të lëvrohet për me fituar një botë tjetër e cila është pafund. Por kjo nuk fitohet nëse ti ja kthen me monedhën e njëjtë çdo kujt që mendon keq për ty. Kjo është dialogu i politik. Po, dhe dua t'ju pyes, zotëri Batiari, nëse flasim për gjitha këto, cila ka qenë për juve personalisht një fragment që ju ka lënë mbresa nga aftësitë komunikuese të Muhamedit? Dialogu pas qërimit të Mekës. Nuk e kam cek në libër, për arsye se përmendet vetëm në një libër dhe nuk kam gjetë më shumë burime dhe nuk e kam përmend. S'kam qenë i sigurt në vetvete, edhe pse një dietar turk e ka përmendur në librin e tij. Edhe e pashtë arsyeshme që është si fragment i bukur, është një mesazh shumë i madh. E di ku është përmend, e di si është përmend, e di kush e ka përmend, por unë s'e kam përmend, për arsye se jam munduar që çdo gjë që gjendet në këtë studim të ketë më shumë se një transmetim. Të ketë më shumë njerëz të cilët e kanë thënë këtë, më shumë dietar, ose të jetë Buhariu, ose të jetë Muslimi, ose të jetë Imam Ahmedi, Ibn Majah, pra dietar të mëdhenj, Ibn Ishaku, Imam Ahmedi dhe kështu me radhë. Pra atë e kanë thënë vetëm një dietar i Turqisë dhe atë e ka komentuar, duke komentuar pjesën e çlirimit të Mekës. E bukura e krejt kësaj është kur shirohet Mekja dhe komplet shokët e profetit, sahabët shkojnë në shtëpijat e veta ku i kanë pas, kur i kanë dalë prej Mekës, ato ishin të uzurpuara, dikush shkonte mirë të shtëpinë e vet, dikush dilte që ja kishte uzurpuar shtëpinë dhe ja lëshonte dashkisë është hyjtja. Është e çuditshme se profeti i Allahut nuk lëvizte nga vendi. Kjo është shumë e çuditshme. Dhe njëri nga shokët e tij e vërreti këtë lëvizje, sa ai s'po lëviz, s'po shkon në shtëpi. Edhe ti ke shtëpi dhe ai kishte përballë qafës shtëpinë. Pse ti s'po shkon në shtëpi? Dhe ju afrutën. Kjo është
Kjo është ndodhia ndoshta për meje, është më e bukura në jetëshkrimin e profetit dhe është ai kulmi i romancës. Nëse lexon romane të prizmit romantik i ballafaqohet me këtë pjesën këndej, është e pamundshme me qenë të njëjta. Për arsye se këtu ka pas shumë sinqeritet. Këtu ka mbizotruar sinqeriteti, ka mbizotruar dashuria e sinqert, ka mbizotruar ajo e cila me plot kuptimin e fjalës ka dashuri, respekt dhe mirënjohje. Të gjitha, pra, e ke një mirënjohje për personin të cilin e don. Jo thjesht e dua, dhe tani du ta ndëgjoj se e du, për shkam i bota, shenjimi është. E mire, e keqe që kjo më kanë caktu Zoti. Jo, komplet ndryshe, e dua, e respektoj dhe kam mirënjohje të thellë, por çdo gjë që ka bë. Dhe derisa unë të frymoj gjallë, nuk e harroj, duke e përmend. Personin fjalë, pra sahabiu, shkoi e pyeti profetin e Zotit, tha, a nuk do të shkosh te shtëpia jote dhe ti? Tha, po rin rrugë. I dërguari i Zotit tha, nuk kam shtëpi. Tha, si s'ke shtëpi? Tha, kjo shtëpia këtu, tha, ku është? Tha, kur unë jam largu nga Mekja, tha, shtëpinë time, tha, e kanë uzurpuar, tha, djemt të Axhës tim, Ebu Lehebit. Tha, sikur ta kishin ata shtëpinë, tha, do shkoja ta merrja. Tha, dhe tani, tha, ata nuk e kanë shtëpinë, tha, e kanë shit. Tha, ki që e ka blej shtëpinë, tha, ki s'm ka faj mua. Tha, ki ka blej shtëpi. Tha, fajnë e kanë ata që e kanë shit shtëpinë, tha, unë tani këtë burin e huj, tha, se përzajnë për shtëpisë, tha, unë s'kam drejt. Nuk është e drejt moral, as njerëzore. Mi thonë, dil tash prej shtëpisë, se mu më kanë uzurpuar, ta kanë shit ti. Ai zotnia ka blej shtëpi, dhe ai po jeton me familjen, ka kriju familjen. Tha, mirë, i dërguari i Zotit, ishte komunikimi shumë i qetë dhe shumë i përafërt, dhe ke parasysh kur flet me ndonjë shumë afër dhe mundosh me zgjedh një problem i cili e shqetëson ato, po shqetëson edhe ty. Dhe është ajo ndjenje e komunikimit shumë pozitiv, e ke parasysh me shumë ndjenje, shumë emocion. I tha, mirë, çfarë të bëjmë tani? Tha, na krejt shpirti në rrugë, hiç nuk ban. Nuk shtihet kështu. Tha, okay, tha, ma rregulloni, tha, një çadër, një shator. Tha, shumë mirë, tha, ku ta rregullojmë çadrën? Tha, te vori i Hatixhës. Ke parasysh, kjo është kulmi, nuk ka mundësi të jetë ndryshe. Sepse bashkë te vari i Hatixhës. Hatixha kishte vdek, kishte ndoshta më shumë se 10 vite që kishte vdek Hatixha. Dhe pse te vari? Për arsye se dashuria për atë person, edhe pse ajo ka vdek, nuk mund të harxhohet, edhe nuk mund të harrohet. 2. Mënyra se si ajo më ka bë mu ndi kur ajo ka qenë gjallë, nuk mund ta harroj. Mënyra se sa ajo ka sakrifikuar për mua, dhe për islamin, dhe për këtë rrugë, nuk mund të harroj se Hatixha nuk ka qenë një grua thjesht. Dietarët të cilët kanë shkruar për Hatixhën, Hatixha ka qenë një miliardere, jo milionere, miliardere. Dhe kur është martuar me profetin ka qenë miliardere. Komplet fuqinë e saj ekonomike ajo ka vundu në shërbim të Muhamedit alayhis salam dhe fesë islame. Komplet. Ka thënë, ja ku i ke, dhe pastaj ka thonë, ti vazhdo dhe bisedo dhe komuniko me burrat e Mekës, që ata ta përkrahin fenë tënde, dhe t'jeni thartë tu, më le mua të flas me gratë e tyre. Nëse ajo kishte ndikim shumë të madh. Pastaj ka një transmetim tjetër që thuhet se komplet paria mekase, Ebu Xehli, Ebu Sufjani, Walid bin Mughire, ata të cilët ishin kokat e mosbesimit ose e mushrikëve, ose kokat e kurejshitëve, e parlamentit kurejshit, atyre të cilët vendosin, ishin aksionerë në biznesin e Hatixhës. Edhe kur ajo ishte e martuar. Dhe pastaj edhe më e çuditshme, atë cila është më e çuditshme. Komplet parët e tyre i ruan te Muhamedi alayhis salam. Ata i besonin me Allahun, komplet pasur rruje ti se unë të shtëpia po kam frikë. Nuk jam i sigurt me anëtarët e familjes time, a këndej për çdo ditë e luftonin dhe dëshironin të asgjësonin. A ky u harronte parët. Pastaj edhe tjetra që të lën mundal mu koçit. A ka mundësi me ndodh kjo? Bukfalisht me pyet veten, a ka mundësi me ndodh kjo, për arsye se është e pamundshme. Sot
me këtë mendësi të cilën e ka shoqëria jonë, shqiptarët, na nuk dallojmë në Maqedoni ose në Kosovë ose në Shqipëri, Lugina ose Malizli, ne jemi shqiptarë dhe mendësia jonë nuk ndryshon. E kemi parasysh me kasit kur mushrikët e Mekës kur e shitët kishin konfisku krejt pasurinë e muslimanëve. Edhe të profetit Muhammed a.s. Të gjithë. E kundërta ishte se komplet pasuria e tyre në ari ishte në xhepat e këtij. Ki ruante. Dhe e mori djalin e Axhës vet, Aliun radiallahu tha, "Eja këtu tha do flesh në krevatin tim." Ata do mendojnë se jam unë dhe nuk do futen brenda. Dhe kur do futen brenda me mvra mu, tha nuk kanë me të prek ty, tha kur do shohin se ti je. Po mirë, pse po më le? As ban edhe unë më ardh me ty, tha ti po del unë po dal. Le të mendojnë ata çka dojnë. Jo. Ke një punë me e bë. Çfarë punë? Kjo është pasuria e Abu Xehlit. Kjo është pasuria e Abu Sofjanit. Kjo është pasuria e Walid ibn Mughire. Kjo është pasuria e atij tjetër. Kjo është aty. Këti sa ta kthejo. E pastaj tha nisu. A mund të mendoj kjo? Pse? La të khunu men e hanekum, mos të rathoni atë ju ka të rathu jua. Aje ka pas ka lidhje. Ti mos e bëj. Nëse flasim për këto, zotëri Batiari e përmende këtë çështje në komunikimit të shëndosh dhe sigurisht nëse flasim për shoqërinë tonë në ditët e sotme, është goxha problematike apo si qëndron shoqëria në ditët e sotme, a ka komunikim të shëndosh realisht apo sepse unë mendoj që në shoqërinë tonë mungon kjo çështja e komunikimit të shëndosh dhe çka sill pastaj kjo? Shoqëria jonë, rinia në përgjithësi, po dhe tjertë, nuk kanë mungesë informacione. Asnjëherë bota s'ka pas media më shumë se tash. Dhe çdo gjë lexohet, çdo gjë shihet, qoftë dezinformata, qoftë informatat e sigurta, por informacion shumë. Por mungesë komunikimi dhe mungesë filtrimi të asaj që është e saktë dhe mos dëshirë të thellimit në gjëra të cilat ka nevojë. Për arsye se na nuk ndëgjojmë për me kuptu, na ndëgjojmë për mu përgjigj. Kjo problem shumë i madh. Pra ti komunikon në familjen tënde, ai tjetri nuk ndëgjon me të kuptu mesazhin tënd se pse tu folti. Pse tu folti që gjysmore, për çfarë arsye? Ke një lloj shqetësimi. Pra ai me disa spret hala pa e krytje të përgjigjet. Pra ky është problemi, se na nuk dëgjojmë me kuptu mesazhin, na dëgjojmë për mu përgjigj, pa e kuptu. Dhe na nuk kemi mungesë informacioni. Na kemi mungesë komunikimi pozitiv, komunikimi të shëndosh. Na nuk di me komuniku. Na kemi komplet mediat, po sikur na i kanë vdek komunikimin. Na arrim me një dhomë, komunikojmë me krejt botën, flasim me një mik që e kemi në Kudiune, në Australi, në Mauritani, në Libi, në Kanadë, dhe nuk flasim me personin që e kemi në nënën e djallë. Shumë afër, s'flasim. Pse po flasim, pse ka vdek komunikimi pozitiv. Ka vdek ajo ndjenja e komunikimit, ka vdek ajo dashuria e komunikimit. Me fol për arsye se duke fol ndërton diçka të bukur. Dhe na e kemi kjo është një smundje, një epidemi shumë e keqe kur neve nuk dim me komuniku. Jo që s'kemi informata, ne kemi informata që me ta ndalë mendjen. E pyet dikam për diçka tëra ata gjëra i di, për arsye se vetëm i ka akumulu, vetëm i ka marrë. Nuk ka fuqi mi filtru, nuk ka fuqi mu thellu në diçka që është shumë e saktë, shumë e mirë dhe ka nevojë me ditë, por thjesht me marrë informata dhe vjen te komunikimi i cekat ose te ajo i shëndoshi, dhe kjo është i rezultat që na nuk e dojmë njëri tjetrin sa duhet dhe nuk e dojmë të mirë njëri tjetrin sa duhet. Po, duhet të flasë dhe pak për rukëtimin tuaj, zotëri Batiari, keni goxha një bagazh të madh kështu sa i përket udhëtimit tuaj fetar. Dhe duhet të flasë fillimisht për veprimtarinë gjatë shërbimit tuaj si imam dhe hatib në Gjermani. Si ka qenë ajo periudhë? Leverkuseni, qytet i bukur i Gjermanisë, xhamia Mesdul Aqsa në Leverkusen, një qendër islame e bukur, shqiptare, shumë dimensionale, do të thoya polidimensionale,
me një shoqëri shumë të shëndosh, me një rëni shumë të shëndosh, ka qenë një përvojë, një episod e jetës time që më ka dhënë shumë. Më ka ngrit mua, më ka kriju njerëz të cilët i dua dhe më duan, me të cilët komunikoj edhe sot e kësaj dite, ma ka dhënë mundësinë me ndëgju njerëzit të cilët mendojnë ndryshe, të cilët jetojnë ndryshe në një ballafaqim kulturash dhe më shumë kam dëgjuar se kam folë. Cilat kanë qenë, mund të them kështu, ato kërkesat, shqetësimet që janë drejtu juve? Familja shqiptare në Europë, në përgjithësi, domethënë të shqiptarët në Europë, ka një sfidë, familjen. Për arsye se ata dojnë të integrohen, por nuk e kanë të ndërtuar identitetin sa duhet. Dhe në moment kur integrohen komplet. Dhe pastaj prindi nuk e din fëmia i ka mbetë shqiptar apo është bërë gjerman. Ose zvistran, ose suedez, ose. Dhe gjithmonë kur vinë flasin me ty, si me bë ti ruajmë shqiptar. E po tani shqiptar po nuk din me fol shqip. O shumë problem, o shumë sfide madhe për një teolog me ligjeru në Europë. Përderisa nuk e din gjermanisht. Kjo isha edhe një nga arsyet që unë u dashur mu largu. Se ti i flet asaj gjeneratës vjetër që kanë shku dhe janë rrit dhe janë ndërtu këtu, tash për çfarë arsye ka shku, qoftë arsye politike, sistemi, qoftë arsyet ekonomike që janë të mëdha, padyshim se në Maqedoni shumica kanë shku për çështje ekonomike, po në Kosovë ka nga të dy palët, dhe do e shohësh se ti flet publikut, ligjeron në tema të ndryshme, padyshim se temat e mia kanë të bëjnë direkt me aktualitetin, por rinia nga mosha 22 vjeçare poshtë nuk kuptojnë asgjë. E thjesht dëgjon, shiqon i duket interesant, shef një film vetëm me mimika, por nuk të kupton pse nuk din shqip. Pra, neve e duam shqiptarin, por nuk investojmë për shqiptarin. Nëse dokun duhet më shumë të shqiptaria dhe flamuri, është në Europë, të shqiptarët tonë në Europë. E dojnë shqiptarin. Tëra ata aktivitete, lëvizje, ku di unë, por që dështojnë në familje. Dështojnë në martesat anëtarët familjes. Edhe tërkohën i kanë këta probleme. Pra, problemi i krijimit të identitetit të fëmijës. Këtë kanë sfidë më të madhe prindrit. Se nuk din ata lojnë shqiptarët apo e gjermana, apo ta ruaj shqiptar se ajo është bërë gjerman ose është bërë zvicran. Kjo është sfidë. Po, nëse flasim gjatë periudhës sa ju keni qenë në studime dhe tash, zotëri Batjari, a shihni ndryshime në këtë fushën akademike, po flas për studimet në islam? Shqo, studimet islame nuk kanë një dallim shumë të madh, kuptohet tash ka universitete më të mira, me profesor më të mirë, ka tjerë të cilët nuk them më të këqija, po ndoshta shumë pak më të dobta. Studimet e më hershme kanë qenë më të thelluara, duke u thelluar shumë në shkencën e jurisprudencës islame, në komentimin e Kuranit, në të kuptuarin e thënjes profetike, në zinxhirin e transmetimeve, në themelet e fesë, duke kuptuar islamin si duhet, kurse sot po mendoj se shumë pak studentë, përsëri do them, kanë shumë informacione, por pak janë ata të cilët thellohen, po flas për nxënësit e dijes. Shumë pak janë ata të cilët thellohen në shkencat, në atë shkencë të cilën është duke studiu, në atë shkencë për të cilën është përcaktuar me e bë. Shumë pak thellohen. Në studenti i dijes duhet të thellohet shumë. Pra nuk duhet të mjaftohet me një studim për një temë. Është gabim. Për arsye nëse ndokush dëshiron me lexu për komunikazimin e profetit Muhammed, aktualisht është vetëm ky libër, edhe shqip edhe anglisht, por ka shumë artikuj, ka shumë punime shkencore të cilat flasin, nuk janë të bashkuara, po flasin për një temë të veçantë. Nëse ti dëshiron me mësu një temë për një libre, ti mundesh me kuptu atë sa ku mdesh unë me të kallëzu. Jo atë sa don ti me ditë. Se libri një autorit t'jep dituri atë sa ka dosh ai me të dhanë. Jo atë sa don ti me ditë. Atë sa don ti me ditë, dush me ndet
3-4 orë, 5 orë, mbi libra. Edhe duke u thellu për më ardhë përfundim për një çështje. Sot kjo mungon. Më herët ishte se një student nuk dilte nga dhoma e studimit ose nga biblioteka më pak se 4-5 orë, duke e hulumtuar më tepër se 20 dietar të ndryshëm për një çështje. Dhe pastaj ajo çështje mbet tek ai, nuk humbet në tema të ndryshme. Po, dhe nëse qëndrojmë tek kjo për ditët e sotme, do t'ju pyes zotri Batjari sa i përket këtyre platformave online dhe gjitha këto si ndikojnë apo si është rolin e tyre tek të rinjt, a ndikojnë pozitivisht apo ka një efekt negativ? Çdo gjë është pozitive dhe çdo gjë është negative. Varet si i qasës. Kjo gota tani është me ujë, është e liur apo është pozitive. Nëse mushim alkohol, duhet me hekë edhe pi tavolinës. Kjo s'është e njëjtë. Pra është njeriu ai i cili varet nga cili prizmë shef dhe varet me çfarë dioptrie shef. Inteligjenca artificiale, rrjetet sociale janë sfidë e kohës. Ndukush mendon se komplet një punim shkencor, komplet magjistraturën, komplet doktoraturën do të më bëj me ChatGPT. Nuk bëhet. Ajo bëhet. Por bëhet doktoratura, po ti nuk bëhesh doktor. Bëhet studimi, po ti nuk je studiues. Bëhet shkrimi, po ti nuk je shkrimtari. Publikohet një artikull, po nuk je ti publicisti. Për arsye se nesër pas nesër do dalin tjera studime të cilat kanë me konfirmu se a e ke shkruar ti, a e ke bërë studimin ti, apo e ka bërë inteligjenca artificiale. Dhe kjo i ka dhënë një defekt shumë të madh dijeve. Dhe tani, padyshim se çdo një student, çdo një nxënës i dijes, edhe profesorët, pse jo, janë dashuruar pas ChatGPT-s. Dhe kjo na krijon mungesa shumë të mëdha në drejtshkrim, ne nuk dimë më shkruajt më. Na thjesht i themi asaj shkruaje, ajo ta shkruan ti e publikon. Në fakt, ajo mendon për ty, ti nuk mendon më për vetën. Dhe mendimin që ta jep ai ose ajo tash për ty, ti je dakord. Paramendoj kur ajo të jep mendim për një studim që ti duhesh mu thellu 5-6 vjet punë me bë. Për marrë përfundim, ajo ta jep për 5-6 minuta. Po që e ka lecu kohën? Ajo kohën ta ka lecu që mu marrë me punë tjera, po budallëkun s'ta ka largu. Ignorancën s'ta ka largu. Ajo ta kalon aty e ke. Pa dijen s'ta ka largu. Se kur ti lexon, thellohesh dhe bën shënime, shkruan, komunikon me autor të ndryshëm, thellohesh në libra, në studime të ndryshme, e largon ignorancën nga vetvetja. Largon pa dijen. E merr informacionin, pa e merr nga burime shumë sakt. Nuk mjaftohesh me atë çfarë thot ai. ChatGPT thot çka don ai. Dhe nuk thot diçka çka ti don me ditë. Fakt, ai të jep informacione atë sa është publikuar në rrjetet e internetit. Po nuk të jep informacione çka nuk ekziston në rrjetet e internetit. Sa ka libra të cilët edhe më janë do shkrime. Edhe më nuk janë publikuar. Disa ka në arkivat e Stambollit, libra të cilët edhe më nuk janë hap. Po flas nga prizmi i teologjisë, mbi komentimin e Kuranit, mbi komentimin e thënieve profetike. Aty ka unë kam gjetur një shkrim si shiqonte me sy profeti i Zotit. Si shikonte. Ose si mërziteshte. Një parasysh ti për shembull kur e shef një person që është mërzit ose është nervoz, është nevrikoz për një çështje, apo dhe i themi pas ka gjujt vetullat 1/1. Apo profeti i Zotit nuk nervozoheshte në atë mënyrë. Po nuk mund ta kuptosh ti me ChatGPT këtë. Se profeti i Zotit kur mërziteshte, kur nevrikoseshte, nuk i mrolte vetullat. Nuk mroleshte, thjesht skuqeshte. Po këtë se ken ChatGPT. Se ken ndoshta edhe një përmi 100 libra të cilët janë botuar mbi jetën, mbi shkrimin e profetit. E ke vetëm tek tu dikon. Por atë 1, 2, 3 nuk e gjen me ChatGPT, nuk e gjen në Facebook, nuk e gjen në Twitter, nuk e gjen në Instagram, nuk e gjen në X, nuk e gjen askund, nuk e gjen. Edhe kjo është sfidë. Kjo na lën neve mbrapa, nuk na i shëron problemin.
Edhe pastaj neve zgjedhim për me zgjedh problemin një profesor, doktor këtë unë, edhe harrojmë se problemi është ai. Atë që e kemi zgjedh neve me në zgjedh problemin, ai është vetë problemi. Për arsye se ai s'ka pas aftësimi zgjedh problemet e veta, do i zgjedh tua, si ka mundësi. Ai të vetat i kanë copa. Si ka mundësi me ta zgjedh problemin tënd familjar, bashkëshortor, ku ai 10 herë shkërorzu. Si të zgjedhë problemin tënd? Po më jep ke këshilla shumë të mira. Po nuk mundën me ndiku ato këshilla. Pse profeti, ai ndal në një, po unë e përmenda disa herë. Pse profeti Allahut i edukonte sahabët me dëgju me sy? A mundën me dëgju njeriu me sy? Po, mundët. Mundët me dëgju me sy? Po. Ata dhe mundësi. Po? Bota sot s'ka nevojë me të ngu, do me të pa. Me do shembullin tënd. Ajo është dëgjim me sy. Edhe shefi do dëgjon jetën kohë. Pse do me të pa tyje, ti po fol tërë ditë, okay. Hajt qof ti çka ban. Nëse don ti me ndiku me fjalët e tua tek unë, po fillimisht duhesh me ndiku me veprat e tua. Ti veprat i ke askund dhe tani shumë mend po na jep. Profeti Allahu ndikonte te zemrat e njerëzve, por fillimisht ndikonte me veprat e tij, për arsye se ata gjërat të cilat ai flisti i shihnin në vepra. I shihnin ai duke i bë. Nuk fliste diçka që ai nuk e bënte. Nuk bënte një lëvizje të cilën nuk i kishte shpjeguar paraprakisht. Ose nuk e dinë njerëzit se pse profeti e bën kështu. Ose ti thoi dikujt bëje kështu, po ai do e bënte vetë, ta shoh ai si e bën. Edhe kur ju tha njerëzve e faluni, nuk i tha vetëm faluni. Tha sallu kema ra'aytumuni usalli. Tha faluni ashtu siç më shihni mua. Unë ç'është fal, ç'është fal. Ç'është më shef mua. Qysh mja boj profeti Zotit, bëje qysh po bëj une. Pra, kjo është të dëgjosh me sy, dhe ai pikturonte me fjalë. Neve, pas 1400 vjetëve, lexojmë hadithin e profetit, apo? Nuk e kemi pa profetin, nuk e kemi dëgju, s'kemi pas shansa me dëgju, inshallah kena shansa me pa në botën tjetër, nëse bëhemi prej të mirëve, por si ka mundësi ta kuptojmë hadithin, aq lehtë. Kjo është i mungon komunikologjisë moderne. Sa i pikturonte, ai thoshte, bëj një vepër në këtë mënyrë, ti e din automatikisht si bëhet. Pse ai ka vizatuar me fjalë. Nuk kemi ashtu fjalë sot. Komunikologjia moderne si ka ato fjalë, ti thjesht lexon, mbushesh me informacion, po nuk mundesh asgjë me nxjerrën tavolinë. Kurse ai ka fol para 1400 vjetëve, ti sot mundesh me hapru njëjtë. Pse? Ai pikturonte me fjalë. Dhe kjo është kulmi i komunikologjisë, nuk e ka as ekspertët më të mëdhenj të komunikologjisë moderne, nuk e kanë. Nuk mundën me e pas, ka mungesë fjalore. Kush e di sa but me fol, merre lexoj një libër që është shkruar nga komunikolog në vitin 1950-1952. Nuk mund ta kuptosh, domethënë në mënyrë praktike çfarë ka dëshme thonë. Duke analizuar dhe përsëri nuk vjen në fund. Përse profeti Allah vetëm një fjalë ka thënë. Dhe çdo gjë është e qartë. S'ki nevojë me lexu komentin. Lëvizjet e tij. Kur të shkoni në sejdë bëni kështu. Ti s'e ke pa profetin tu bë sejdë. Asun se kum pas ti s'e ke pa, askush s'e ka pa. Askush sot në rrezullon tokëtor që jeton, as deri para 1400 vjetëve, derisa ai ka qenë gjallë, mos i ka vdekë kurkush mos e ka pa. I kanë pa shokët e tij. Të cilët kanë thënë ka bëu kështu. Por na se kemi po, na lexojmë hadithin dhe bëjmë se kështu ka thonë ai. Pra kjo është ajo të pikturosh me fjalë dhe të dëgjosh me sy. Po. Zoti Batiari, me të vërtetë ishte një intervistë që ka me shërby për shumë kanë një mënyrë shumë e qartë me sqaruar dhe për aftësitë të komunikuesit të Muhamedit. Faleminderoj shumë që ke ardhur për shkupet këtu sot. Faleminderit edhe juve për ftesën që më pa të arsyeshëm që të jemi këtu bashkë me ju dhe të komentojmë bashkë. Të flasim për një njeri që është më i miri, më i veçanti që ka shkel mbi fytyrën e tokës, njeri të cilin Zoti e ka dashur dhe e don më së shumti nga të gjithë që ka kriju të tjerë, nga të gjithë profetët dhe njerëzit të tjerë. Dhe inshallah ky emision shërben për na në ditën e gjykimit
si një shenjë e cila do të rëndoj peshon e punëve të mira dhe do të demonstroj dashurinë ndaj profetit të Zotit. Dhe fillimisht ta falenderoj edhe profesorin që më dha idenë për me e bë, pra profesor Abdullah Adewi, i cili është nga Kutsi, nga Palestina dhe është profesor aktualisht në Stamboll dhe mirënjohje të thellë për atë, për ju padyshim që më dha mundësinë që të flas dhe të qëndrojmë bashkë dhe të komunikojmë në këta minuta. Faleminderit juve që ishit këto. Merci. Dhe të dashur shikues, para se të ndohemi përfundimisht me juve, do të shkojmë fillimisht me pak minuta marketing për të rikthyer pastaj sërish me pjesën e fundit të emisionit.